Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani mjalt me arra çdo ditë, nuk do ta besoni se çfarë ndodh trupit tuaj. E mbani mend herën e fundit kur keni ngrënë mjalt dhe arra, me siguri do të ketë qenë në shtëpinë e gjyshes, pasi ky ilaç popullor, siç e quajnë ato, është një ndër kombinimet më të mira që i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të pa përpunuar. Mund t'i shtoni edhe lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Mjalti me arrat janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë, por edhe përmirësojnë vlerat e njëri tjetrit. Ne këtu do t'ju njohim me vlerat e tij të pabesueshme. Ul tensionin e gjakut. Rekomandohet që ju të përdorni 100 gram arra dhe 100 gram mjalt çdo ditë për 45 ditë me radhë. Siguroni që ju të keni furnizim të bollshëm të këtyre dy produkteve dhe mbani mend që arrat kanë një efekt laksativ. Ndihmon me anemin dhe gjakun. Përzini 500 gram mjalt me 500 gram arra të grira dhe lëngun e një limoni. Sipas preferencës, mund të shtoni deri në 3 limon. Vendoseni masën në një encëlqi. Merrni nga një lugë gjelle 3 herë në ditë, gjysmë ore përpara çdo vakti. Forcon imunitetin. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit dhe arrave dhe t'i përzieni së bashku. Shtoni copa limoni ose thjesht lëng limoni. Në këtë recetë zakonisht përdoren arra të njoma, por në vende të ndryshme përdoren edhe arra të pjekura. Piqeni arrat në forn në një temperaturë prej 150 gradë Celsius për disa minuta. Shija e tyre do të shumë fishohet dhe nuk do t'ju pritet derisa ju të konsumoni më shumë. Lehtëson gjithashtu dhimbjen e kokës. Ky kombinim shëron edhe dhimbjet e kokës, ndaj në vend se të merrni ilaçe, ju mund të konsumoni 1 deri në 2 lugë gjelle me mjalt dhe arra në ditë. Kjo recetë juve do t'ju vinë në ndihmë edhe në rast se vuani nga pagjumësia apo probleme si ulçra në stomak. Merrni 20 gram arra të grira dhe hidheni në ujin e valuar. Kullojeni dhe kështu ju do të përfitoni një lëng të ngjashëm me qumshtin. Shtoni 2 lugë me mjalt dhe pijeni 2 deri në 3 lugë gjelle gjysmë ore përpara çdo vakti. Këto janë arsyet pse duhet të konsumoni arra çdo ditë. Arrat janë një ndër frutat më të shëndetshme për shëndetin e njerëzit dhe mjekët gjithashtu rekomandojnë, pasi kanë zbuluar dobit e tyre, që t'i konsumoni arrat çdo ditë. Ushqim i trurit. Acidet yndyrore omega 3 të cilat gjenden me shumicë tek arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Arrat janë tepër ushqyese dhe ato përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lecitin dhe yndyrna të shëndetshme, vitamina dhe minerale. Arrat gjithashtu përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe gjithashtu tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore të cilat
i nevojitën trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Lufton kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen gjithashtu me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, fal prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaj i arrave përmban gjithashtu biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjen dhe gjithashtu trajtojnë zbogthin. Arra ka veti edhe kundër mykut dhe njëkohësisht mban larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitaminat B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave gjithashtu e ushqen lëkurën, zbardh radhët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Për pjellorinë, arrat përmbajnë kompleks vitaminash B si folate, riboflavin, tiamin e të tjerë. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe njëkohësisht për fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë edhe shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Luftojnë diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arre në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Kundër shëndoshjes. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra të cilat ndihmojnë për një rini dhe një dietë të shëndetshme. Për shëndetin e kockave, arrat gjithashtu janë të pasura në acide linolenike. Konsumimi i 75 gram arrave në ditë gjithashtu mundet që të ndihmojë në kockat tuaja fal përmbajtjes së acideve omega 3. Për tretjen, meqense arrat janë të pasura në fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si edhe lufton problemet me të. Përmirëson gjumin. Sipas ekspertëve, gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin i cili përgjigjet edhe për gjumin. Ky hormon gjendet pikërisht tek arrat, duke e kthyer atë në një snek të përkryer për përmirësimin e gjumit. Forcon imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës dhe artritit reumatoid dhe astmës, por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme të cilat mbështesin sistemin tuaj imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave të këqija. Shëndetin e enëve. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë që rregullimet e ritmit të rraurave të zemrës, reduktojnë pikset e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor, arginina, ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Vaji i arrës ka veti të shkëlqyera si astrikent dhe ndihmon për ta mbajtur lëkurën tuaj të butë. Është përdorur me sukses si një ilaç në terapinë tradicionale të lëkurës me masazh, si edhe nga industria farmaceutike dhe ato kozmetike. Fruti i arrës si ushqim ka një përmbajtje të lartë kalorish dhe yndyrrash, prandaj ai mundet që të konsumohet si një ushqim super i mirë për njeriu duke qenë se përmban vitamina duke përfshirë B1, B2, B3, B5, si edhe acidin folik, hekur, magnez, kalium, zink e të tjerë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.